يلي سبح في بحر ما له مواني وشلون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Gjelle Wala falenderojmë për të gjithat mira që na i ka dhënë, lutem që të na jap në vazhdimsi begati të udhëzimit, të dunjas, të furnizimit dhe të na ruan nga çdo e keqe. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe ndërruar, jemi sonte në takimet e zakonshme që tashmë ju e keni të njohur ato takime dhe nuk jemi duke ndjekur ndonjë seri të caktuar, por jemi duke trajtuar tema ndryshme e që të gjitha këto e kanë një qëllim që të na e përmirësojnë gjendjen e imanit tonë, të na e përmirësojnë raportet me Allahun te bareke ve teala, të na mësojnë se si të komunikojmë mes vetë dhe me të tjerët, që të jemi rob të dobishëm këtë botë dhe gjithashtu rob të nështruar Allah xhallahu ala që meritojnë shpëlimin e Zotit ditën e gjykimit. Tema që do të flas sonte për të padyshim se nuk është një temë që nuk ka të bëjë me kohën që jemi duke jetuar, por jo në kuptimin e aktualitetit dhe problemeve të kësaj jete, por në kuptim të një musafirit të madh që është duke na tërhiq në derë. Dhe mendoj që dhe e kam përmend disa raste dhe nuk prish punë që të përsëritet, apo që ta kemi më të qartë se njerëzit habiten në këtë jetë, në zhvillimet e saj dinamike, në problemet e shumta, e veçanërisht nëse edhe ndodh një problem i caktuar ku ngjallen debatet shumta, probleme të lloj-llojshme, njerëzit zhvendosin vëmendjen e tyre nga ajo që u përket dhe nga ajo që duhet mirën me të. Prandaj edhe debatet e fundit që janë zhvilluar tek na, problemet e caktuara, tha ky e ky a kthej, ky a boni kështu më radh, gjitha këto kanë bërë që unë jam duke përcjell, duke vret se muslimanët kanë met shumë mbrapa në muhabetet e tyre rreth muajit Ramazan. Andaj jemi zhvendosur shumë dhe mendoj se duhet t'i kthehemi përsëri muhabeteve tona për muajin Ramazan. Mirë po, Ramazani ka shumë muhabete. Ramazani ka shumë gjëra që duhet flitëm për te. Ramazani ka shumë gjëra që duhet përgatitemi para se të futemi në te, dhe tashmë nuk është e mundshme që gjitha këto të aktivizohen dhe të vendosen në lëvizje. Por ndua që sonte me lejen e Allah xhallahu ala ti përmendi 2-3 pika që me lejen e Allah xhallahu ala na ndihmojnë që ta rikthejmë vëmendjen në drejtimin e duhur. Nga njeriu kur shpërqendrohet në vëmendjen e tij, kur shpërqendrohet në koncentrimin e tij, kur shpërqendrohet në angazhimet dhe shqetësimet e tij, nuk e ka të lehtë pastaj që nga ky zhvendosje dhe shpërqendrim të kthehet në vendosje, të kthehet në përqendrim, të kthehet në rrugën e dur dhe të mirët me atë që duhet më marr. Nga se ka kaluar një kohë e gjatë, apo që nuk kemi investuar në veten tonë që të jemi në rrugën e duhur për të përgatitur për muajin Ramazan. Kur flitet për përgatitjen për muajin Ramazan, mendoj që edhe këtu ka nevojë për një shtjellim. Nga se ka për njerëzve, ose mund të themi fatkeqësisht shumica e muslimanëve, kanë përshtypjen se kur flitet për të përgatitur për Ramazan, është një temë që është e natyrshme me fol për Ramazanit. Domethënë, hoxha është normal që po fol për Ramazan. Pse? Po ashtu është Ramazani. Apo po thotë se kjo është normale me vol për këtë punë. Jo pse na çash kem nevojë, jo pse na duhet me ngu këtë punë, po normale është tash. Son flet njëri për haxh, se haxhi është pas Ramazanit, tash nuk ka të bëjë kjo me këtë çështje. Nuk ka të bëjë kjo pse o Ramazani, nuk ka të bëjë me këtë punë. Na e kena pu problemin këtu. Se të parët tanë për Ramazan kanë folë gjatë tënë vitit. Nuk ka qenë biseda për Ramazan e ndërlidhur me ardhën e Ramazanit. Jo. Por ata e kanë shëndru tër vitin e tyre në diskutim dhe në muhabet rreth muajit Ramazan. Do të thotë,
qendër dhe basht i diskutimeve tyre ka qenë muaj Ramazan. Prandaj ka mujt dikush me qëllu në ders të dikujt prej selefit për para, edhe me nëgju ligjërat për Ramazan. Me thonë, i ka dhe 6 muaj Ramazanit. Po, i ka dhe 6 muaj, po na, pe qëtash fillën Allah me lutë që Allah të na mundësën të arrim muaj Ramazan. Dërsa, na kena bërë, përshka këta angazhimeve të shumëta, zhvendosive të shumëta, ne kemi bërë, këtu e kena pru pazarina. Apo, që për Ramazan me fillu me vull, 10 ditë para ti e matutje. Ose, bënë edhe natë në Ramazanit, s'prish punë, dhe atër në marrë vesh bajegi shumëtën. Andaj, najna problemi. Jo pse koha që po vjen dhe muaj që po vjen na ka imponu muhabetin për Ramazan, por na këtu e kena pru hesapin apo. Ne duhet të them që kur flasim për përgatitjen për muajin Ramazan, dhe kur flasim për shërimin e muajit Ramazan të ndëruar, flasim për një problem që ne e kemi. Edhe ky problem po na pamundson që çdo vit do të thotë të na ikin shanset shumëta në shfrytëzimin e muajit të Ramazanit. Është një shembull që e kam përmendur edhe në raste të tjera, dhe s'prish punë edhe këtë me përmend këtu më përkujtu nga se përkujtimi na bën dobi. Ramazani i ndëruar, a dini si duhet me e kuptu ardhën e tij? Çu me kuptu ardhën e Ramazanit? Çu me marrë rëshone çka ndodh që po vjen Ramazan, çka ka bëhet? Dikush e kupton se po vjen një muaj që Allah na ndihmon me gjinu. A e kupton ardhën e tij si një problem me ngarkesë që s'ka çare pa një se bërë që ka ma zinë që shëpan. Dikush e pret muaj Ramazan për shembull me qef se me ngjinu se ka bu njetë, po mirë bo se s'flenë gjithë natë në hallë, kur rrim, dalim, e kështu me radhë, apo? Dikush e pret muaj Ramazan për shembull bëhet mirë, teravi, kënaqëm, po mbledhen hallë ku ka njerëz që pa mati që aty në teravi, dikush falet, dikush quhet, dikush del, dikush rrene, çështu hallakam shkon po na kënaqëm në Ramazan, apo? Dikush e pret gjithçysh. Çysh duhet një musliman realisht me prit Ramazanin? Çysh duhet me kuptu realisht një musliman anë Ramazanit? Çysh duhet apo? Allahu xhalla xhelalu e din se na kena shumë nevojë që Allahu të na ndihmon neve, se na vetë s'munëm. Allahu xhallahu ala e din se na kemi shumë mangësi dhe shumë dobësi. A e din këtë po? Allahu xhalla xhelalu e dërgon muajin Ramazan si kur që e dërgon dhe Allah të ka shembull më i lartë, por sa për ta ilustruar si shembull, si kur që e dërgon për shembull ndonjë kryetar ose që e dërgon ndonjë drejtor firme ose kushdo qoftë, për shembull ka problem me punëtorët, ka problem me popullin, s'pa shkon diçka në rregull apo e dërgon thotë shka këtyr çka kanë këta njerëz, çfarë kërkesa këta, mbledhja u kret, edhe ja u zbatojmë kërkesat. Çka po ju mungon, që s'po jeni mirë, çka ka, çka nuk ka rregull. Andaj na nuk kemi si duhet në rregull me Zotin xhela xhelalu. Ka probleme, nuk po funksionon jeta normal. Në raport me Allah xhelalu ala nuk janë sikur se duhet, apo ka hapësirë që t'jenë shumë më mirë, ka mundësi që t'jenë shumë më ndryshe, të shkëlqejnë këto raporte. Diçka nuk ka rregull. Allahu po na furnizon, Allahu po na mbikëqyr, ai punën, atë çka e ka ndaj neve. Allahu xhallahu ora është duke kryer për te asaj që na e meritojmë. Apo çka po na mungon? Këto në rregull. Pse si? Mos vall ka ala diçka që duhet me dhon. E dërgon mua Ramazan për këtë punë. Që të na mbledh kërkesat. Apo që të na mbledh nevoja që i kemi për të përmirësuar gjendjen tek Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj kur ti e di se po vjen i deleguar i atij që ti ke nevojë për të. A keni pa kur po ndodh tash në rrugë Katuni Sunreq, ja kanë dhënë ti Katuni të rrugën. Dalën ata bllokojnë rrugën. E mshirin. S'ka më ka përçy këtu. Çka keni? Kur vjen ai i komunës flasim ata, ata gjithkusht i ka thonë çka. Apo kush jeti me të kallzu? Kur vjen ai e dërgon apo kryetari i komunës dërgon ato të urbanizmit ose ato që është kompetent për punë rrugëve, e dërgon shkokshullo çka kanë. E kur vjen ai e zgjidhin njërin. Ton sklasen apo çka keni? Na dona rrugën më në drejt. Kërkesa është kjo. Sa shoj mudhën pa ndrejt udhën. Prandaj edhe Allah xhallahu ala e dërgon Ramazanin apo te na që me na po thuaj se po na vetë, kur po s'e komi tu na vetë kur. Po mos e kuptoj kështu që të vetë Ramazanin ty çfarë bën ti.
Apo? Po thu si vend mu Ramazan me ty, çka ki bre burr që si e mirë ti? Çka po thon? Çka po të munga? Pse e ke zonë udhën Allah? Pse s'po jeton normal? Me Zotin xhallahu ala. Pse si ki raportet mirë? Pse po bën gjëra? Pse? Pse po rebelosh? Se ai për që dele blokon rrugën, ai bën gjëra ndaj komunës, apo? Se mëkato, kjo s'bën me shiludhën, ata qyll me negociu me ta. Në raport me Allahun xhallahu ala, nuk është mëkat sikurse është kjo e rrugës, po është mëkat tjetër. Prandaj edhe na diçka dikun e kena mshël një udhë. Dikun jena pozu dikun ku s'duhet, apo? E dërgon Allahu Ramazanin me vet. Çka ki për burr? Çka po të mungon? Çka dalë të udhë? Pse s'po shogut? Çka ki? E tash, nëse kuptojmë kështu muaj Ramazan që po vije, atëherë na duhet me pyet veten tonë. Kur vjen i deleguari i Allahut azza xal, më na pyet, çka ki për burr si e mirë? Çka po don? Ta kom dërguar pejgamberin, ta kom prodhuar xhenetin, ti kom të natë mirët, pse s'po bosh atë Allah? Pse s'po bosh? Çka ki me këto gjuna që s'po bosh atë më? Çka u bë? Çka u bë me këtë namaz? S'po bosh atë më të diçka. Çka ki? Namaz dhe kom dërguar me qetësu ti hala rahat s'po bosh. Ta kom dërguar këta më çka ki? E të arsit kush për neve, pregadit, apo, kërkesë të saktuara, pse s'po buhet rahat, mi adhon Ramazan të fëm. Edhe Allah xhallahu ala i ka jap aftësi dhe mundësi Ramazanit, që për krejt që ka na duhet mundresh na, i ka i Ramazanit mërana pëtën. Krejt që ka të vynë ty për me konë më mirë, i ka Ramazanit mërana pëtën. Për shambull, Allah në shandrejsh po më pengon, për shambull qështja, të kalu më sëpër. Vjen Ramazani, edhe Allah xhallahu ala ka mundsu që në muaj Ramazan të fshihen gjunat, të shlyhen gjunat si kur një herë më parë. A ki që të punë problem? A ki problem gjunat e të kalumë, që të s'po dhe që? Vjen Ramazani, pendohu Allah, edhe Allah xhallahu ala gjdo natë. Allahu e din me sa 10 mira njerëz i lëran nga zjarri i xhenemit e i qet në xhenet atë. Ose jo fol gjinat. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikurse është hadith që gjithmonë gjinat e përmendin në fillim të Ramazanit se është poshnuar, është nënçmuar. S'ka ajat njerëz që vjen Ramazani e del Ramazani si folen gjinat atij. Ase Ramazani e kom dërguar Allahu po të më fol gjinat. Jo Ramazani, Allahu ja fol gjinat, po përmes Ramazanit ti folen gjinat. Andaj pika e parë që do më thonë ndëruar. Me bo Ramazan me kun insan. Parmenaj që shoqet. Për me kuptu ma drejt veç. Me dërgu Allah Ramazanin në formë njërë. A kësh pas mundësi? Po. Dita pa Ramazanit, dikush në dirë. Tak. Po të saket, ti pe qëllë dirë. Por në bujrëm, unë jem Ramazani. Po. Qështu kupte? Unë jem Ramazani. Qëllë Ramazan, aj që vjen gjdo vjetë muajin e 9. Si në pas kalendarit hijria, kalendarit henor. Allah më ka dërgu, qka për dënë t'i pëmeje? A për dënë këtë? A ka me nëzun bëva, Allah, për në Allah, po një kom shumë, po, a për nësë një avë, e që kjo më bëgate, pas me nëzun bëva, Allah, së këm di që jenë, pas le mërë që bre burë që kime orë, apo s'ka të zajshe, apo, e është të nga kalzu si jem të orë. Jem të orë, do të rëkas në derën tënde, apo, qëfar kërkesa ki për Zotit? Qëka pëtën ti këtë Ramazan me ndreq? Qëka pëtën? Qa pëtën? A pëtën me ti e këgjunat? A e bu gati? Edhe këto ti e ku? A pëtën me bu banur gjenetit këtë Ramazan? Po ki qef? Po kam qef? A një kalzaj Ramazan të kur vjen? Ama jo fjall. Pregaditu që t'ja thua kërkesën. Përndaj si kurse, kur, për shembull, ndë një organizat ndërkombëtare ose ku e diun çfarë, lajmërojnë se do të vim në filan qyteti me këtë datë. Apo do të takojmë biznesmenët. Kena grande deri 100.000 euro do të shpërndajmë për biznese. Edhe i lutem përgatitni projekte juaja çdo që të keni na u financojmë. Edhe 2 muaj përpara ju kallzojnë, 3 muaj përpara ju kallzojnë. Çon tregtarët, biznesmenët bëjnë gati projekte që ka që me konsuma bën shumë, me bin atë dërgumin e organizatës se unë e meritëm 50.000 euro për biznes. Me shku në Turgje, më njëve që për që kepshi pare me dua, banë muni 50.000 euro me jep, edhe e qatë vynë ty, pa i bëjt diqka me to. Aja jepen, po tonë bëjmë diqka me to. Po këto s'jom për me bëjt diqka. Apo?
i japën parë veç atij që ka bogati projektin, ka bërë 200 faqe të detajzuar, apo të biznesit keq çka do më bë. Ky na ka mushmenën se duhet më jallon. Ja po. Ti a ke bo gati projektin, unë jara, po du më falë gjinohat. Ku është e që bëdën ti? Që e ku më bo gati? Që është të ku më bo njët, apo që të më pëndu, që të më jek që shto, që të më së më bo kur? Plan, ka vendosaj! Qysh, më pëndu nga kaluara, edhe qysh ja bëm për në tardhën që zbjen gjuna mo. Cilën e, qysh e ke bo njëti? Që shto të bërë. Ramazan është i deleguar i Allah Gjellewala për të në imbledh projektet. Në qofë si mi të gashëm, ato që ka e ke kërku, Allah ko me të dhanë. Përndaj, a je duke jetuar në këtë atmosferë, a je duke jetuar në këtë klim të pregaditës e këture projekteve që duesh, kur vije Ramazani, 30 ditë kombinajta. 30 ditë kombinajta, na ose 29 ditë. Do të rrinë të na. 30 ditë një muj. 30 ditë a i mbledh kërkesa. Kur sot shumë, tepër i ke pruti, krejt që ka ki japëtën. Krejt që ka ki, dërza japëtën. E pa mirë praktike. Dëshmëja Allahu Gjelle Gjelalu se ti ke menu për këtë punë, e ke shëshit bëjegi mirë vendën tone, dhe si ti dëshërën këtë Ramazan tjetë qështja jote, raportit me Allah Gjelle Ola, pak më ndrysha. E qysh më ndrysha, ti e din. Ti e din që të me konë pak më ndrysha. Tjeta që ka në duhet dhe nëruar në Ramazan, ose në këtë kohë para muajt Ramazan, është që duhet aje që quhet në ditën e përditshme, në duhen ndezja e motorave. Se Ramazan gara e nisë. Dash me flytëru, dash për toke qysh dush bë gara, po duhet me gara është. Andaj duhet me ndezë motorat për i tash mundëzi. Para mëna njëri dhe me bo gara, apo edhe kur fishlën ajtë që atë njës me dhe zkjerën. Të të dhezë si të nëzëjnë ata njës kanë në gjithu dhe. Apo duhet për i tash me dhe zkjerën edhe me nëzëj motorin. E qysh nëzëjt motorin, s'kum një korë që nëzëjt, apo që shumë nëzëjt motorin, s'ka s'ka nëzëjt. Ka shumë mundësi me fitu njëri në Ramazan atje, që si ka me jetë. Tash duhet me i thonë vetit, a din që në Ramazan qilet dera gjenetit, la ilaha illallah, a din që qilet dera gjenetit, Allah qilet dera, vjen era pjatjet, Allah Gjellewala, kur të qilet dera gjenetit, jep me të regu se këtë muaj ki mundësi me në gjenet, si kur njerë më parë. Fillon njeri me motivu vetën e vetë, apo? Si për do punë tjera. A ke po, kur njeri, kjo në kontekst negativ fatkecisht, po, sa me kuptu drejt që ka po thamë. Kërë kur njëri për shembull bjen konflikt me dikën. Vjen iblisi, shejtani dhe nxen, që po dorën ti, apo a din që kjo pa ty më çoçë, tu të nxej. A din që shfut, a din që ti je më i fortë, a din që ti më dash me ti më hik dhe myt, tu të nxej. Shpartave. Apo çaj, dikush e ka, ti e heton, pim rast dikush tu të nxej. Diçka dikush po apo në kontekst negativ shumë shpejt po nxej më. Shumë shpejt nxej. Të 2 dakika vlan motorin. Prova me nëzej motorin pozitivisht, apo. Me thonë vetës tonë, apo, a din që në Ramazan Allah ta jep këto, a din që kjo, a din që ka thonë pejgamber son kështu, apo, a din që me bu njetë këtë muj, me bu burri mirë, Allah të nimon, a din që me bu njetë, me në gjenet këtë muj, Allah të qënë gjenet, a din që këtë muj është një dit që është sot 1000 muaj, me bu me nëzonë qatë dit, me bu mu falë të ma gjeru, kejtë gjunat Allah të i falë, a din që këtë, nëzej vetë, nëzej, në 2 javë që shumë vetë ditë për ditë nëzeju. Kur vjen Ramazani, apo me lejen e Allah Gjelle Gjelalu, tani veç e shkela. Apo, se i nëzej bëll, dhe njerësh e nisin mund nëzej në Ramazan, te i nëzej e taj, apo, shkaj në Ramazani, tani në Bajram, janë nisë me falë namaznate. Të alhamdulillah, me në Bajram, me më zbajrami, po, aje që o dashtë u shkuam, gara ka përcy. Se njëri e shku në haqë, në haqë dhe në shkallablak, ka të siglash. Mirë po, do me thonë, ka vend e caktume ku haqëlirë duhet mu gjindë, që në Rafat. Në Rafat duhet ketë haqëlirë me konë njëtën ditë, njëtën ko. Edhe njëri kësër me lehe dhije për të shpia,
Po star hyn dugoj kallablak, Apo ka shumë problem kur se kallablak shumë i madh. Pret në rand, ju kam rri shpiritave. Edhe ka pa në Arafat kur është. Dha se kush ti ka shku këta njerëz. Apo edhe blej hedije, se shlir. Apo edhe kur u kthy ata Tarafatit, kur u kthy, ku keti thot unë elhamdulillah, i kryva hedijet keq ka pata, apo do të më kon në Arafat. Do të në Arafat me kon se haxhi spranohet pa të. Qyshin i vetën kënjëri, qysh në Arafat do të me kon, po ne kësha shlir me blej këtu. Qysh të bëni edhe njerëz në Ramazan. Apo ka shlir, por do punë, a nuk e din që është pjesë e garës. Kur ka përcen Arafati, e merr vesh që ka harru me bo haxha. Ka harru me shlu Ramazan. Andaj pej tash, filla me nxe vetën tënde. Filla me i fol vetes tënde. Qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se njëri duhet me i fol vetes vet. Nëse nefsi ka nevojë mi fol, zemra ka nevojë mi fol, apo që ta bëjmë të kundërtën e asaj që e bën shejtani duke përshpërit në zemrën e veshët tona ato. Ai përshpërit, sikur thash në zin, pse pia lëm, pse pia bën, apo pse s'po këshyr në herë, unë mall, në gjuna i vogël s'ka gole, pse s'po bën, ai ke dyna apo këshyr atë, që s'u të përshpërit, ke pa që është të mashtron. Po çu kur djen gjuna, thot 1-0. Pse më gove? Që si u bën ditë e gjykimit apo? Dhe gjykimi thot unë s'kum pas më pushtat. Unë ju fal që më ngojshit. Pse më ngojshit? E ti mundomi përshpërit nefsit me të mirë, që më jam mujt përshpërit se shejtani dopo. Ne fali peç tash vetes, a din Allah sa unë fitu Ramazan. A din sa shumë unë me fitu. A din që më bëu veç pak më shëzu kohën, a din veç pak më bëu kështu, veç pak më përgatit, veç pak këtë. Meri hadithet, meri ajetet, meri fjalët dietare, meri ato që ke ndëgjuar për Ramazanin. Mushë vetë vazhdimisht. Mushë vetën që kur të fillon Ramazani, edhe hala pa janis, mirë, ti veç kemi filluar e përmesu gjendën tonë të adhurimit tonë. Me ku njëri ftoft, apo 2 javë ka vakt, apo. Atëre nuk mundesh me arrit asgjë. Nëse nëse njëri mbështetet në aftësinë, në fuqinë e vet, pa u përgatitur dhe pa i nejt punës gati, atëherë dështon shumë keq. Ju dini luftën e Tebukut ka qenë një kategori njerëzve të cilët nuk kanë shkuar në luftë. Disa shumica për njës kanë pas arsye, kanë qenë për munafikave, por ka pa disa për ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët, domethënë, s'kan pas arsye, mirë për e kanë pranuar që s'kan pas arsye. Një pyetje ka qenë Ka'b ibn Malik, radhiyallahu anhu. Ka'b i thot, ndëgjesha njerëzit qëre, Ka'b ibn Malik, sahabi, thot, ndëgjesha njerëzit se janë duke u përgatit, po shkojnë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po regjistrohen, po mundon me blet deve për udhtim, po mundon me mbresh shpatët, po bën gati njerëz. Unë nisha, thot Ka'b ibn Malik, nisesha me shku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe mu përgatit, gjithashtu thosha, ja bashkë kallallak, unë moj i fortë, sot mundi stoni nzo. E kalon në asgjë punën. Hajsune moj, derisa ndëgjova se është nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tharvet, nisu që tash bile. Tash jepë se po pushe edhe pak, pa o do buk të shpia, e kom devën e shpejt, vetëm i fort, të nisit pejgamberi sa më për të buk, koni në zonë, ku të kam qef? Qështët, leje do të bëj, su nëzeksh a farë për këtë punë, deri sa mora vesh se pejgamberi në kam rinë të buk, tani mos s'ki qamuniz mo, 800 km me deve, ku mi në zonë mo, apo? Edhe kjo i ka kushtu shumë shtrejt, i ka kushtu pasaj që me hum një mundësi të madhe të pjesmarjes dhe të arritës së shpërblimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka kushtu që 50 dit si ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se veç pse sunze, hajtë se bëjëne, hajtë se mrin, ka vakët e pak, unë imi fort në muj, përshka kjo sebe. E pëse ka qenë sahabi, sa i ka kushtu, sa sprovat i ka narë pastaj, përshka të kësoj neglizhence, përshka të këti pakujdesi. A do t'jemi edhe na që shtot njëjtë për Ramazan? Ka vakët e pak, di punë, të bëjmë, jo lapën. Nisja prej që tashti mi i folë vëtës tonde, po të është Ramazan. Që Ramazan është. Apo, nisja prej që tashti, me usilë po thua që në Ramazan. Duku u kujdes për kohën, duku u kujdes për Kur'anin, duku u kujdes për namazin e natës, për namazin me xhamat, duku u kujdes të largosh nga harame, se ti din që në Ramazan, fryet gjuna, e që kushte fryet sevapi, nuk kanë njëtë me bo gjuna, si ashtë Ramazan, si Ramazan, pe që tash desja. E kur ta manë të mësosh që Ramazan,
Edhe shejtani thotë, "O, sa Ramazan, vjen Ramazani është po është e Ramazani." Edhe i gatshëm që me lejen e Allahut te barekuhu teala, apo ta kalosh muaj Ramazan si du, pse? Nga se ti e pregaditje të mjaftueshme, i ke fol vetës ndë fjalim të mjaftueshëm, e ke mush vetën tënde mbushje të vazhdueshme, që me lejen e Allahut xhalla xhelalu ti jesh tejet i suksesshëm dhe aktiv në muajin Ramazan. Kjo është pika e dytë shumë e rëndësishme që duhet ta bëjmë. E para kuptuam çka është, e dyta e ndëgjom, dhe pika e tretë do dua që du me përmend këtu para jush, ka të bëjë me gjithashtu me pregaditjen, po një pregaditje një lloj tjetër nga ato që si ka më herët. Njëri kur të më nisë për rrugë, apo i bën disa pregaditje. Një pregaditje e bën për shembull teshat i merr, çka i vjen. Një pregaditje e merr që i duhet është parë, sa vjen parë për rrugë bogut got. Edhe një pregaditje është mjeti transportues, ai që ka me bardh deri te vendi caktuar, edhe ato që më rregullu. Që se ka në të met e servison. I ndron vajin, apo e mush mirë, benzinë, naftë, apo ka një pjesë du të me ndru, e ndrës, rruga gatë me marrë shumë mundë që vaj, e kështë më ra. Andaj, mjeti transportues që ka me dëbajt në Ramazan, nuk është autobusi, apo as treni, e kush është? Zemra. Zemra ju të përnë. Kjo zemrë është pak e lëdhë, o lëdhë për gjinoheve, o lëdhë për lëllë e pune, duhet me fillu me e servisu zemrën, kadale, që me e bartë njërin në Ramazan. E që servisuat zemrën në Ramazan? Që servisuat zemrën në Ramazan? Mas pari duhet me e servisu zemrën, apo me e regullu zemrën, nga ato që e lodhin zemrën, që në mëkatët e zemrës. Si kurse është, për shambull, zilia, hasedi. Apo, kjo e lodh zemrën shumë. Tash, për shambull, nëse kena pas zili, hased, Allah në ruajt, kena pas lakmi të tepruar, kena pas vetë pëlqim, kena pas prej mëkatëve të zemrës, dhe më tani, apo, tash në duhet lëndëruar që ta shkarkujmë zemrën pak nga kjo ngarkesë. Zemra duhet të jetë e shkarkuar gjithmonë nga këto ngarkesa. Por në veçanti duhet të shkarkuat muajin Ramazan, për shkak se nuk mundet një zemër që ka hased, një zemër që ka lakmi, një zemër që ka vetë pëlqime, ka vetin huj, nuk ka mundësi kjo zemër me e bartë besimtarin me projekt të faljes që shduhet në Ramazan. S'ka mundësi, është e lodhë. Andaj, largoj këtu për moment caktuar, liroja hapësirën, jepja fuqin zemrës që njëri ju të jetë i sigurt në muajin Ramazan. Prandaj, gjdo, sikurse edhe ka në ditë pejgamberi s.a.s. që këta ditë, plën nga djetarët e bojnë hadith vërtet sahih, pse ka disa që nuk e pranojnë këtë, për me gjithat, hadithi është i vërtet, sikurse ka thonë Shekh Albani rahimahullah, ku pejgamberi s.a.s. thot se Allahu i mënduar i shfaqet robëve ti në gjysmën e muajit Shaban, që tash ne jemi muaj Shaban. Kjo gjysma jemi duke kalu në gjysmën e muajit Shaban. Dhe Allahu xhallahu ala i thot me lajkeve, fshihuni mëkatet të gjithë njerëzve. Këtë besimtar. Përveç dy kategorive mos ja fshini gjunat. Dy kategorive ja, këta jo. Këtu ne pritni. Nëse zhveshën nga e keqja që janë zhynë të, faljoni. Në që se mbesën të, mos jo fali. Kush e këto dy kategori? Ka unë el mushriku o el mushahin. Ai që është i dhujtar, i bënë Allah shirk, e këtu hinë shumica e njerëzve, edhe e dyti kush është? Ai që është në konflikt me tjetër, s'flet me vëllon e vetë, nuk është në mos pajtim me familjen e tij, me vëllon e tij, me babën e tij. Sa rahat. Pse? Shikoj ka ditë çka jam e kuptu, se zemra është e lodhur. Njëri kur ka konflikt me dikon, s'u flan rahat, s'u rrat, apo ja mendon ç'mja kthy, ja mërzie ka kaplu, çam gjet, nuk ka rahat. Në këtë ditë na me kuptu dhe nërë se duhet me fillu me e shkarku zemrën nga angazhimet e caktuara, që tjetë zemrë e freskët, e pastër, të përkushtohet Allahu xhallahu në adhurim. Ma dje dhe me fillu që dan nga dan me u shkarkuat për disa angazhimeve të përdisme. Sot kemi mundësijës, po thamë tash njëri me u izolu tërsisht, po sot kemi mundësi do punë për shambull. Apo që
duhet mi kry Ramazan, mundohu mi kry qëta është i përpara. Sa ma te për të lirash hapsir, në mund Ramazan. E ke ngarku memorien, apo me dokumenta caktuar, e tash dyni me instalu një program, po kur të instalat të del full memory, apo plot, do të me fshi diçka, apo ata telefonit, kompjuterit thot, memoria është plot, su në qenë sërat, do të sureta mi fshi. Ata që është, e po mirë, edhe Ramazanit thot full memory, se bo në zemra, qka ka diçka, fshi diçka, e qa me fshi, heq diçka bja ty, që tjetë zemra e gachme që ta bart projekt në muajt Ramazan. Unë neri kam thonë me një vend dhe një shembull, du me thonë këtë shembull që është shumë ilustrativ dhe vëllë që ju ndihman këtë pikë që po flasë për. E ke po kur i të shkën, nështë ta kejtë se kam po këtë, po si shembull konkret. Këta telefonat e mirë, apo, këta ka një mundësi, nështë e ka në tjerë, po këta e ka sigurisht, këtë kallëzën edhe sa të ka metë bateria gjallë. Që ka që përqen? Po, të kallëzën, sa ka bateri? 50%, 20%, 70%, apo, ka bateri. Edhe të kallëzën me jeti mrena të programi, të kallëzën edhe sa orë qëndrën kja. Pastaj aty të kallëzën se qka pa ta hargjën bateri. Që kjo pa ta hargjën që ka që përqen, që kjo pa ta hargjën që ka që përqen. Të kallëzën një detajzume që pa ta hargjën bateri. Ti kër e shenë se bateria nuk banë ma shumë se një orë. Po të kallëzën se një orë, une e lëshej, së ne moj mu. Apo? Edhe e shenë se e ke ngarku atje me shumë sene. Atere, logjika të tëtë, po burë, ti nuk shkon shpidhët 2 sahat. Do, 1 orë jetë pa telefon. Ose, e ki një zgjidhje. Shkymi të programe. Mos hargjoj energji pa dihava. Po më vynë, po tash, jap, duhet telefonin me moj gjallë, apo, e që spaku ti mani dhe do programe tjera lëshut, ja, moj kejtë lëshut, tani kejtë lëshut për herë. Cëllën e bënd ti? Fillon me fikë programa, këta pe fiki. Jo gjithmonë, po për të dhezën masani, po spaku, apo, sa djem këtë gjendje, se nuk e ban telefoni kejtë ta me konë dhezën, e mora vesh? Edhe Ramazani, me ke këto angazhime, me këqyr televizar, me lujt, me dal, me shetit, me bo muhabet, me kafe, me nejt, edhe dhe me rështu të Ramazani, se ban. Nuk e ban zemra, nuk qinran Allah. Nuk e ban. Ande nisa mi shkym do, pe që të ashtu. Që po të hargjan baterin e kohës, apo jam për shambull të nejtë shumë në internet ato. Me disa orë në Facebook e në internet, nuk e qinran zemra Ramazan, e lëshan me hera. Shkymet. Ata nale Allah. Nale, bledin Ramazan. Nale Facebookun, apo muhabet të tje, nale. Zdyn. Tani, edhe lojë këqyr në futbal. Apo, vëzni, 3 lojë Ramazan me këqyr, veç. Futbal, veç 3 lojë me këqyr, apo, sa orë janë? Sa orë i hudë? 4 gjysë. Ja, si hubë 4 gjysë. Ma shumë. Ja, ma shumë i hubë. Ja, ma shumë i hubë. Adim se? Se na, në 2 saat për para, bëjna muhabet. Kush ka me fitu, kush ka me himu. E tani, edhe në 2 saat është futboli. E tani, në 3 saat, e qyrë si adha, e qyrë sërte, e qyrë zboni. Të na loja zbën 1 orë e gjysë. Të na u loja bën 6 saat. A qështu? E ta është paramena 3 loj, 20 orë i hubë. 20 orë, me hubë Ramazan, 20 orë Ramazan. A di që ka dëma me zbërthy Ramazan 20 orë. I bjen kiameti dy njësë. Për 20 orë njëri në Ramazan, dhe me thonë, dhe zëndëruar, njëri mesatarish me rezu Kur'an. Mësë me rezu shumë shpejt, se së mësu ala, pa dhe jo shumë i ladhë, dhe se hynjë shkruajnja, mesatarish, dhe me rezu Kur'an. Apo? Për gjysë orë e kry një gjysë. Do me thonë, 15 orë lexim, njëri bën hatme. Me 3 lojë futbal, ti hup një hatme e gjysë apëtë në Ramazan. Para na, një herë e gjysë e këlezu këtë Kuranit për ty, tash duhet kërë, që më të kalzoj shumë praktikisht. Shumë praktikisht. Ka gjysë orë e nditje në Ramazan, veç ka gjysë orë e nditje, ma pak me flejt. Gjithë në mësu më qu, 9 e gjysë, në 10 në mësu më qu, apo? Në 12 në mësu më qu, sa të mërëzit sa që është, apo? Kërësurja,
mundohu që në Ramazan veç ka gjysore, ma herët me flet, edhe ka gjysore, ma herët më qu. Kur gjë më shumë. Du të me fik pak, se edhe gjumi është që po të merë bateri shumë, ta shë zemra, me flet që shumë Ramazan, se bon. Apo? Veç ka gjysore heke, para se me flet, edhe ka gjysore, ti ke fitu qka? 1 orë në ditë ke fitu. Duhet me qështu të me bo, se në zarina, ditë me me shtija të jemë mush, se bon zemra. 1 orë në ditë me fitu. 30 ditë, 30 orë, 2 hatë me ekstra ato. Qëre, veç gjumin me regullu, ka gjysë sati ma pak, edhe futbal 3 lëmës me këshyr, ti i bën 3 hatë me Ramazan. Pas një këshim tjetër ato. Jo, bra, mos të më përkry, po që, mere lopëzën, s'ka, qështu ta qetë. Mos lasë, për shambull, për 1 minutë, mos më gut, ka dale, 3 herë surën fati heknën ato. Apo, me zbërthin në futbal, sa herë fatin e kënën, dhe sot qyre tjerë, surën fatiha. Apo, bazën e Kur'anit. Që pejgamberi më ka thonë, kjo është shëruse. Ta shnosh zemën, ti shnosh smundjet që ki, me lena Allah Gjellewala, po, sa herë kënën surën fatiha, për 20 orë, me 3 lojë që i ke fqyr, ti në gjehë. Andaj që kjo është, e merë, edhe thush, apëton. I qëtë ati baterin, këqyrë që po ta shpenzon vakt në lopë. Diqka është të në hergjit vakt me të madhe. Për ne ke pasë njëri kër shkan në supermarket me ble, këti që tu ka 50 cent, ka 30 cent, kur delë fund faktuat të tëllë, jo të së është e mundshme. Së është e mundshme. Logarit, e është që është e mundshme. Andaj na nuk logaritim ka 5 minuta, ka 10 minuta, ka 10 minuta, së si për me sapë. Para në, për shambull, 20 minuta i hup njëri kërë dhe i quet për krevetë. Apo, u quet për gjume taj, nuk kam të nërë, dhe i quet të zgatë, quet të tecë, dhe gjysore. Gjysore! Gjysore në ditë të nëruar, tu zgatë, edhe gjysore tani, disa të nëzën gjume, atë, 1 orë. 1 orë i ka përcen, 1 orë i ka përcen njëri, veç, dhe më hanë, tu hi në gjumë, edhe tu da për gjume. 1 saat. Veç që ta, shkime, off. Në Ramazan, off. Me herë këmë uqu, edhe me herë këmë ra. E këptore? Edhe 1 orë, heke gjysë, para se më redë një, 2 orë i ke nëzira, që 2 orë. Dina të fitu tash, e në të shkym, që të fitu me herim, 2 orë i ke fitu, i ke fitu 2 orë në ditje, që i bjen për 30-60 orë, i ke fitu i badet, dhe Allah Gjelle Gjellali hu, apo, kur gjeq, veç se e ke regullu shumë pak gjumin, jo ma shumë. S'po thamë, për gjysë gjumin, kja flej ka 8 saat, në Ramazan flej ka 4, apo, jo, kështë të tjë, se tani, që të Ramazan veç ka i saat në zënë e gjumit. Ramazan në ashëm, tani të e ka 2 saat. Që të Ramazan, që shtot një sjabë, veç në gjumë me regullu, edhe në televizor me regullu, edhe në internet me regullu, na i nëzirëm përmisi 100 orë të humbura, jeshtë Ramazan të. Veç që to. Andaj, në qofë si ja kushtojmë këti Ramazan në ruarë, vetëm kohën e humbur jashtë Ramazanit, na fitojmë shumë. E qëfar të mëron qofë se edhe kohën e duar, që është në Ramazan, ja kushtojmë Ramazanit, sa vakti dhe la për. Po na kështu s'kalkulujmë. Pse? Pse thash, na nuk shkarkohemi, na hip në ngarku më Ramazan. Bateria veç se kalshu se u lodhë zemra, 1 saat aty, 2 saat aty, 5 saat aty, të thotë huq, s'po del vakti, bra, po ki vakti, s'po ki vakti. Apo? Po s'del e vla vakti. Nuk del. Normal, qysh na bojmë, as imam Shafiu si kështoan. Të garantoj, as Ibn Temijës, kur kujt në botë si del mërdu, se na dhe mi del vakti, del. Po duhet me ndresh njëri vakti. Duhet me ndresh njëri në mënyrën e jetës, se kërështë s'del vëllaj. Nuk del, garantoj që s'del atë. Si një njëri që e ka të hyrat 200 euro në mujtë, apo 200 euro në mujtë, edhe gjithë ditë hanë në restoran. Vëllaj, s'po dalin. E di vëllaj, të besaj i mësë bëmbi. Se të besaj që s'dalin, apo? Andaj edhe ti me kohë. Gjysë orë aty, 1 orë aty, 10 minuta aty, 20 minuta aty, shka aty, del aty. Ka i kafe do, dikon, ka i net më, tash më sta ju, s'po bëd me dalë me herë për gjamist, pak pa i do selam dikujt, po ti dhe selam i jep dikujt e rrind me dikam mas gjamist, apo, se ke po që 5 vjetë. Ma i nësonin saat e shepto, që e ki më dalë me stëri me ta. Se s'ka vakt, nëse ka vakt njëri, s'prish pun, ama ne jëm të shkym, se ne në kriz, është të në elshu bateria, në zgudzojmë me ngarku zemër në se në elshan. Nësë kemë zemër tipën Temis, apo që e banë, sa të duqë, zbajnë zemër a neve. Ne kemë që në krizë,
është tu të alarmu që bateria pa të alëshan. Prandaj ne na do të me shkrim program atje. Me shkrim të, ose nëse dikush din që shkrim me shkrim të programe, e din çdo kush që ka telefon mobil, apo? A ke pa kur të mushet memoria e SMS-ave. Aty tani vjen SMS, veç alarmon. Telefoni më i thjeshtë e ka këto. Thotë çpraza atje kutin dash me hit në SMS, se s'u lezon. Ti në inbox atje, apo edhe spraz. Fshinja. Kur vish pas, tin kallzon se hini tash. Erdh. Apo se u shpraz memoria. A është çdo thjesht? Provoje kimë po. E po çështë do të kje dhe zemrën, u mush me SMS, tu li fare SMS në kartë. Çkarkoj e valla heqe, dash me kon zemra e gashme për Ramazan, apo? Çkarkoj pi veseve, çkarkoj pi smundjeve, pi zilive, pi lakmive se e lodhin këto zemrën. Shumë e lodhin. Ja harxojnë shumë energji zemrës këto gjëra, andaj duhet me shkarku njëri për me kon i gatshëm me muajin Ramazan. Dhe e fundi që duhet t'u them, person në lidhje me këtë gjëra të ndëruar është Allah xhelalu ala është ai i cili i mëshiron robët e tij ato. Gjithmonë. Mirë, po subhanallahu në Ramazan fryn një erë e një mëshire të posaçme. Andaj sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhelalu dërgon fryma të mëshirës dhe mirësive të tij. Fata'arradu li nafahati. Andaj mundoni mi u rrug, mi u prek, mi dal përpara kësaj mëshire. Ramazan është i mbushur me këtu. Imam Aliu, radiallahu ta'ala anhu, ka qenë një duke në qabë. Në qabë, ku në duke pushu. Për njerë përshen njëri, i cili përbën tavaf dhe nonën e ka qitë në qafë. Nonën e vetë e ka kopë në qafë, edhe përbën tavaf me nonën. Ka thonë këj njëri, atë në sa rahmetin e ka fitu për Allah xhelalu ala, u që dhe pëvrapon masin e Imam Aliu. Aliu, radiallahu pëvrapon, ka thonë qaki që bëjë mas njerë përshkan. Ka thonë kë, ka, si kështë të themi në atë, ka fush gjonë të mëshirës, por rinë nga ti me më përfshi mëshira e Allahut që ka zbit të këj njëri atë. Apo? Se këtu shumë rahmet, të njëri nonë vetë për banë qafë, Allah lem sa rrethi rahmeti që ka rrë këtë njëri atë. Andaj po nga i masi me më prejke dhe mu rahmeti Allah që është të fërtjepë. Andaj edhe mu Ramazan, a din sa është rrethi, fusha magnetike, kështu kushtimisht, fusha e rahmet në Ramazan. Munohu me u gjinë në vendet e rahmetit në Ramazan me të përfshi mëshirë Allah xhallahu ala, me të përfshi falje Allah të gjellë. Andaj dili faljes për para, le të rrug fryma e faljes e një freskit, apo le të godet fryma e mëshirës, të ndish freskin e mëshirës Allah xhallahu në Ramazan. Për dhe ata njerës që i kanë dalë kësë fryma për para, nuk e ndinë vapën në Ramazan, aty në gjithë flagji vjen. Sikur që e kanë përmend edhe djetarë për para, këto raste ju ka ndodhur njerëzve. Madje ka pas njerëz, wallahi billahi ju besoj, se ata s'rrajnë ato. Pe ashabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju që veç ka fry era e mëshirës, apo por ata kanë ndodhur me fry edhe era pe xheneti. Duke qenë dunja e kanë një erë në xhenet. Enes ibn Nadr në hod e kanë një erë. Po vjen në xhenet. Subhanallah, nësë dy që bjenë kjo me përmërja gjenet, apo, se në ka përzi, të li farerë, ne, së një gjithë, të li farerë të fry, gjithë shka, e letë përzit me erë, a vëdhën kësaj era, asaj, përzit të li farerë, pa ta i kanë post hunë të shnusha, me ere kanë, hunë që jënë mush, ja ke pa, mu kam shërë, ja ke pa dy shokën, a për një që farerë e mirë, në dhe sens për një që mu kam shërë një, apo, edhe i sahabia tëtë, apo një njerë në Ramazan që për njëra falis Allah, apo një, ja vëllë në aspanim se, në që i sahabia gjënëm kordes kemi një, jenë mush, hunë, do të mi fri hunë, të fanish për e, për gjunaheve, edhe mi dalë rahmet Allah për para, me një erë në begatis, erë në rahmet Allah xhallahu ala. Kjo nuk po thamë se tash me dalë dikush në malë me prit në erë të Ramazan të dikun, jo, por, më interesu, ku zbret rahmet Allah të gjellë, ku është mëshira Allah xhallahu ala? Mëshira Allahut është në ndihmë jetimit. Mëshira Allahut xhallahu ala është në ndihmë këtina. Mëshira Allahut është respekt ndaj këtij. Kudo që e ke ndëgju se aty është mëshira Allahut xhallahu ala, shpejton Ramazan edhe më shumë me ugjin atje, nga se më fuqishëm për Ramazan, më tepër në Ramazan. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë gjithmonë bujor, apo po në Ramazan ka qenë shumë fish më bujor se për jashtë, më pse? Se kësaj radhe fryma e shpëblimit,
Furimi e mëshirës është më e madhe se që është jashtë muajit Ramazan. Andaj gjitha këto duhet besuar me mjeshtri dhe me art me shfrytzu, ka se ku është shumë e shkurt. Vallai po të ishte muaj Ramazan 12 muaj ditë, apo ani nuk do të kishte kohë për gjitha këto njëri kata me kryova. Lëre mos vesh një muaj ditë dhe shkon shumë shpejt. A keni pa, subhanallahu, njerëzit fillim ka dalë tek dita e dytë to çka bojmë, mirë po kur të ka përcen këtën të pajtimit se shpejt është shkuar. Kur të ka përcen këtën të shpejt ka shkuar. Edhe është me të vërtetë që muaji Ramazan është prej muajve që më shpejt i kalon ato. Nga se e mira shkon shpejt. E mira shkon shpejt. E keqja është kata dalë ato. Nëse ajo që është e mirë shkon shumë shpejt. Andaj vallahi që sot jemi taku, keni me pa në takimin ndoshta mas Ramazanit, do të duket se sikur se me koni ditë ato. Andaj mundojmë të shuzojmë këtë muaj, të shtrëngohemi, të shkarkohemi nga që ne duhet, të përgatitim plane, kërkesa të caktuara, çka po dojmë Ramazan, të ruhemi, të përgatitim këtë çka deri më tani, apo të mundojmë gjitha këto të bëjmë pjesë për bërset të jetës tonë, nga sa është veç një muaj. Vallahi vëllai nderuar, në veç që Ramazan, veç këtë Ramazan, një herë mjafton veç. A dini këtë punë? Veç një natë është e mjaftueshme në Ramazan që ti me pështu sa ti e gjallë më. Kur mos më bajt galë në vetin. Një natë veç me të rrok. Çish duhet rahmeti Allah në Ramazan. Ti e vendos se komë në xhenet ato. Nga sa Allah xhallahu ala çdo natë në iftar Allah i thot me lajkeve filonit që të një emnin të xhenetlit. A din që Allah kur të shkon dikujt të xhenetlit nuk thot për shembull si thojmë na për shembull, apo që ti njëri shkruani emrin tek ta që i nimojmë na. Mas një javë, po e njëri kështë punë mirë, fshije më në piktuj, se s'po përmështë. Po, s'ka të Allah ishtë. Të Allah kur shkun të banorët e gjenetit, e din se ti mos prishesh. Ti mos bën punë gjenem liva, pëtër. Dhe një natë është me aftushë, veç një natë. Allahu me të përmen emnin tënë. Allahu akbar. Me thonë Allahu filonit, shkruja një emnin të banorët e gjenetit. Apo? Pështova. Kry. Andaj, a nuk ja vlen për një qmim, për një këse arritje, a nuk ja vlen krejt që ka kemi me kohë, me mund, me angazhim, me gjitha, me i mobilizum, këtë drejtim, që kë Ramazan tjetë me dëvërtet, ma ndryshe se gjithë Ramazan tjetë. Ta fitojmë qmimin e lartë të këti Ramazani që është fali Allah të zgjenë. Ta fitojmë shpërblimin e madhë që shpërndan këtë muaj të bekuar e që është emnit në shkruat në listën e banorëve të xhenetit. A ja vlen me shkrym Facebook-ën për këtë punë? A ja vlen me shkrym internet, a ja vlen me shkrym programet e shumë të televizion që u bivakt, a ja vlen? Veç një muj. Një muj! Allah ja vlen krejt. Ja vlen krejt. Dhe pse si ja bojmë shumë? Prej që ta është bëmë gati. Prej që ta është nëzire pajisim. Po, qka po ta lodhë këtë zemë, Allah? Qka po të lodhë? Qika, shkyme! Prej që ta shpej kapta. Edhe jepi Allah të besën, demas Ramazani kjo zdezët më. Kër i kjo po? Kaj qka po ta merë kohën, po ta thitë energjin. Gjitha këtu që po të mundojnë këtë rritim. Dhe gjitha fikë Allah. Që në Ramazan tjetë zemra e fuqishme. Që në Ramazan tjetë zemra, dhe të e gatshme, ta bartë planin e përsaktuar paraprakisht që është dashur të realizojmë në muajin Ramazan. A dhe këtu e në 4 këshilla të ndëruar që dashur të me i prezentu para jush, që ti kemi parasysh dhe ta kuptojmë drejt çfarë nën kuptojmë me atë që themi më pregadit. Më pregadit është dashur më të pregadit. Apo këto pika më të është më bën. Ja para në marr para 5 muaj me vëllani bën gati para Ramazan. Të dikush hoq se duket më të skëqyr kalendar ato. Apo çfarë njerëz kujtojnë? Andaj përgatitja nuk ka të bëjë me anën e Ramazanit. Ne kena bëu çështë. Na me gjendën tonë. Andaj fillojmë të shkyqemi të ndëruar nga shumë debate, nga shumë analiza, nga shumë gjëra fillojmë u shkyq për atje. Apo kyçu në kanalin e Ramazanit, çati kyçu. Në qatë kanal kyçu, në qatë portal shka, të muajt Ramazan. Është e vërtet se është shumë afër, por në qoftë se me lejnë Allah xhallahu ala, këto pika i kuptojmë drejt, dhe me sinqeritet të plot, dhe vërtetësi të madhe para Allah xhallahu ala, dëshmojmë
se na o Zot me të vërtet dëshirojmë këtë Ramazan të fitojmë atë që ti ke premtuar Allah. Besoni rëndëruar se Allahu xhallahu ala nuk kom ju zhgënjur. Allahu xhallahu ala nuk kom ju lën pa përkrahje dhe pa mëshira. Po nëse ne dëshmojmë se na po dojmë. E të fillojmë të dëshmojmë Allahu xhallahu ala prej sonte. Apo se na o Zot po dojmë. Që unë e shkyma këta, që unë nola këta, që unë që thot, që tu jam ty mone, që unë po moj, jam duke i bë. E pjesën e mbetur që e duhet Allahu xhallahu ala thuja rap unë më shumë nuk moj, në imam ti o Zot. Kimë pa që ndihmë me Zotin xhallahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala mundson të ndëruar që ta presim Ramazanin që është më miri. Dhe ta kalojmë Ramazanin që Allah është i kënaqur me neve. Dhe lutja Allahun e mënduar që Allahu të na mundson që ky Ramazan me të vërtet, me plot sinqeritet po munduam ta them, dhe me plot vërtetësi që ky Ramazan të jetë me të vërtet më ndryshe. Madje shumë më ndryshe, në kuptimin pozitiv se sa Ramazanët e kaluar që kanë qenë. Më ndryshe në shfrytëzimin e kohës, më ndryshe në adhurim te Allahu xhallahu ala, më ndryshe në lexim të Kuranit, më ndryshe në raport me të tjerët, më ndryshe në çdo aspekt. Të dëshmojmë se diçka pozitivisht po ndodh, dikush u ardh, po ka ardhur një musafir i dashur për neve, andaj respekt për këtë muaj ndryshon çdo gjë në jetën tonë të përditshme. Allahu xhallahu ala ju begatoft me të mirët e muajit Ramazan dhe Allahu na mundsoj që gjithëve bashkarisht që jemi këtu, të gjithëve Allahu na mundsoj që këtë Ramazan Allahu na i shkruan emrat tek banorët e xhenetit e pas saj na përshkon një lumturi që pas asaj nuk dëshpërojmë më kurrë, nuk mërzitemi më kurrë dhe nuk na prek dënimi Allahut kurrë. Allahu i shpëlbej me kaq për ju. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني